Miq të pasmës natës, sonte kam kënaqësinë të flas për ngjyrat, të cilat I dua fort vërtet, dhe I kemi patur jo pak herë piktorë të ndryshëm pjesë të pasmës natave tona, por ne kemi një personazh krejt ndryshe, një piktor atipik, I cili e ka ndërthurë jetën e tij mes arteve marciale, por edhe pikturës. Paridula, mirë se erdhe këtë pasmës natë. Mërëma, kënaqësi që pas kaq kohësh jemi sërish së bashku. Po, është vërtet. Nuk do të na sollëm prapë së bashku. Sigurisht e përcaktuar që do të ndodhte ashtu. Ka qenë viti 2013, kur ke hapur ekspozitën e nudove. Dhe rikthehesh tashmë në fab me nudo, po jo vetëm, me një temë më të gjerë. Në fakt, pasmës nata, ka qenë shpesh që të ka gjetur mbi tavaloc duke miksuar ngjyra apo duke skicuar në një trup siluet femra apo natyre? Dita ime zakonisht, sidomos të periudhën e fundit, para ekspozitës, ka qenë tejet e ngjeshur, për vërtetës, duke filluar nga mëngjesi deri vonë darkë, mos them edhe gati sa të gdhinte dita tjetër. Pra shumë e ngjeshur, me dëshirën për të arritur diçka të bukur, për të arritur aty ku unë gjatë gjithë kësaj kohe kam menduar të zgjedh në udhëtimin tim, në atë ditarin tim, të cilin e kam është flet ditari, ka mbyllur. Sigurisht, të cilin e kam titulluar edhe për ekspozitën. Dhe tashme që ekspozita edhe pak ditë edhe do të mbyllet, e kreo misionin e saj, do të ndaloj, por kjo ndalesë do të jetë një vazhdim për më tutje. Një reflektim I gjithë atyre impresionave që ke marrë besoj në shihen e vizitorëve të ekspozitës, profesionistë, po edhe njerëz të tjerë, sa t'intereson ky mendim? Por, shiko, artisti ka shumë të nevojshme ballafaqimin me publikun. Është komunikim. Pas një murgu që qëndron në studio, duhet dalë edhe të ballafaqohet. Duhet të ballafaqohet edhe me kritikat, duhet të ballafaqohet edhe me suksesin. Pra duhet të ballafaqohet me gjithë shka, dhe duhet jetë, mendoj unë, duhet jetë me këmbë në tokë. Duhet të reflektojë gjatë gjithë kësaj periudhe. Është reflektim një ekspozit personale. E nisa që në fillim duket prezentuar që je atipik. Pra, një karakterist, dikur e ke ushtruar vetë, ke qenë dhe trajner, tashmë je dedikuar ngjyrave. Si është, ku I bashkohet sporti me artin dhe pikturën? Më duken dy botë të largëta përveç disiplinës. Po, në fëmijëri kam qenë paksa shëndetlik, si të thuash. Pastaj duke parë shokë e miq që ushtronin me sportet tjera, sigurisht, mbas viteve 90 me boksin, apo me ushtrime tjera fizike, atëherë edhe unë fillova të ndjej nevojën që të isha edhe unë ashtu. Po I kisha pasion. Ato I matë dikur merej me sport edhe babaj. Dhe kështu e pyesja her pas here, shikonin të ndeshjet e boksit e kështu me radhë. Dhe vendosa nga vite 1990 me dëshirën e madhe dhe me një grup shokësh kishim një libër karate dhe ashtu filluam në mënyrë autodidakte derisa në vitin 1991 filluam në mënyrë të rregullt të ushtroj karaten. Është një pasion më vete, është një sport ku filozofia sundon mbi fuqinë. Fuqia vjen duke ushtruar, teknika vjen duke ushtruar, duhet pak edhe talent patjetër, po më shumë punë dhe pakës talent të çojnë aty ku duhet. Ke marrë ripa? Si quhen ato? Sigurisht, të gjitha këto unë I kam kaluar dhe mendoj që I kam kaluar me sukses. Ke qenë I lumtur? Po patjetër. Brezit si janë brezat të renditur? Brezat të renditen brezi bar, që është brezi fillestar, brezi kuq, brezi gjelbër, brezi kaltër, brezi kaf, pastaj brezi zi që quhet një dan që quhet fillon mjeshtër I gradës parë. E keni marrë këtë? Unë jam 6 tani, mjeshtër I gradës e 6 sandan. Këtej ushtrohesh për karate, këtej mbi tavolocin e ngjyrave, si është kjo? I kam ndërthur. Sporti më ka ndihmuar shumë për shkak se
ne shkonim në shumë aktivitete në Evropë, dhe kjo më ndihmonte të vizitoja edhe muzet në tjetën kohë. Të dilte koha, për të parë edhe muzet. Sigurisht. Pra, e kisha të pamundur që unë të shkoja në një aktivitet dhe mos të shifja një muze. Në Paris, në Londër, në Munich, apo në Hanover, apo kudo ku kemi qenë, domethënë. Kam qenë shumë prezent në Itali. Në hak, le të themi sporti pikturës? Për një periudhë për një periudhë kohë më ka marrë goxha kohë, ndoshta ishte edhe periudha kur isha shumë i ri dhe siç duket kjo unë duke qenë një natyrë ekspresive, nuk rrit dot me një vend. Duhet të jem gjithmonë në lëvizje, nuk e kam pamundur domethënë, të rri gjatë diku. Duhet të lëviz, duhet merrem me diçka. Ndoshta kjo ka ndikuar dhe dëshira ime ishte që të arrija t'i vërtetoja vetes që unë mund t'a bëj edhe këtë. Sepse pikturën unë e kam dashur që në fëmijëri, që në moshën 6 vjeç. Njihen emrat e familjes Dule. Madje ndonjëherë të bëjnë edhe hije, është pak e vështirë. Do rrotullohesh aty. Dules, një piktor shumë i njohur, apo Hector Dules, një skulptor shumë i njohur. Besoj se shpesh, ë? Është shpesh e rënd, me thënë drejtën, jenë në mjet 2 zjarreve. 2 figura, mendoj unë, që i kanë dhënë goxha kontribut artit pamar. Kështu që unë duhet të jem lartësinë e duhur për të qenë edhe unë aty. Sa do pak. Jam natyrë që rrik shumë me këmbë tokër, nuk bëj shumë zhurmë, mendoj që zhurmë më të mirë e bën puna. Është shumë e rëndësishme ajo. Sporti ta mëson këtë në fakt. Sporti disiplinon që t'jesh me këmbë tokë. Edhe atëherë, kur ti fillon pak, duhet bëhet bazamenti mirë dhe sportit a jep këtë mundësi. Po sigurisht, të krijon luks tjetër. Ju ftoj të ndjekim një insert dhe rikthehemi për të fletuar ditarin e Parit Dules, jo vetëm me sportin, por tashmë do fokusohemi totalisht te arti, aty ku është dhënë i tëri, është tashmë dhe pedagog në Universitetin e Arteve. Dashuria për sportin ka qenë e para, por palon më njanë edhe ngjyrat. Parit Dule është piktor shqiptar dhe mjeshtër i arteve marciale. Ka lindur në Tiranë në një familje artistësh. I biri piktorit Bardhyl Dule dhe nip i skulptorit të njohur Hector Dule. Ndaj, ngjyra e forma e mundi artet marciale. Tashmë është edhe pedagog në Universitetin e Arteve. Diplomohet në Akademinë e Arteve të Tiranës për pikturë dhe ga tekstil në vitin 94. Ai aplikon pikturë në vaj, akuarel, pastel mikse dhe vizatim. Ka çelur një sër ekspozitash në Muzeun Historik Kombëtar, 4 stinët e Vivaldit, ekspozit në vitin 2014 Nimfat. E së fundmi, Ditari një udhëtare, ku nuk është fundi, është një ndalesë. Paraqet 33 punime në teknikën e vajit realizuar, të gjitha gjatë 3 viteve të fundit. Në këtë ekspozit, ai rreh një sër temash, por duke qëndruar mes natyrës, historisë e siluetës së bukurisë femrore. Ky ishte një prezantim i shkurtër për ju, dhe në fakt më bëri përshtypje në këtë ekspozit. I ke qëndruar besnik. Le të themi mënyrës së të pikturuarit realist. Por duke mos humbur tisin e kohës, të pëlqen ajo formë e pikturuarit ku ka forcë të madhe, figura realiste, njeriu. Gjatë procesit të krijimtarisë, artisti fillon të luftojë. Të luftoj dhe të stërvitet si një samuraj, çdo ditë. Dhe ndodh që diku të shkoj përtej asaj që ka menduar, e diku të qëndroj po aty ku ai ishte. Dhe duhet bësh disa balanca, jo kompromise, vetëm balanca. Duhet ndalosh, të shikosh mirë dhe të vazhdosh më tutje. Nuk është e lehtë të përshfaqesh me disa tematika. Se nëse vendos të bësh një tematik caktuar, ke një lloj komoditeti në cilën ti shfaqesh me të njëjtën temë.
Pra i shkon asaj teme deri në fund. Dhe ecën gradualisht deri sa ta mbyllësh. Kur ke shumë tematika... Pse zgjodhe këtë gamë të gjërë? Ti ke në një lloj forme ishte ikja. Ne kemi shpërngulja më saktë. E kemi të hershme shpërnguljen, që nga arbreshët... është biblike, nuk është vetëm e jona. Dakor, por ne e lidhim me vendin tonë që kemi arbreshët, kemi çamët, pra kemi shpërngulje. Ishte interesante shumë si tematik. Si erdhi ky frymëzim për ta pasqyruar nëpërmjet ngjyrës së formës pikërisht shpërnguljen? Dhimbja është evidente. Dhe kjo dhimbje e ka shoqëruar këtë këmbë ndërshekuj. Është një tematikë që nuk është rrahur shumë dhe nuk është shprehur shumë për këtë pjesë. Kështu që mendova që ta kem një cikël primar dhe duke qenë se nuk ka, është vetëm një ndalesë, të mendoj që ky cikël duhet vazhdoj. Dhe mendoj që këtë cikël do ta vazhdoj më tutje, ndoshta një ekspozitë tjetër të radhës. Fletë editarit tuaj ndërthurin edhe historinë, që unë pash kishe elemente të ndryshme historike, natyrën tonë, por pa lënë më njanë siluetën e bukur femrore, dhe në fakt, jo pak vizitorë kanë pëlqyer shumë nudat tuaja. Është e vërtet? Është e vërtet. Këto ditë kam blerë një lloj komoditeti dhe kënaqësie sigurisht. Vizitorët që kanë ardhur, kanë pyetur, por unë kam dëshirë që t'i prek këto tematika. E kisha të rëndësishme faktikisht në këtë ekspozitë, për shkak se duke qenë dhe tashmë pedagog i stafit të Fakultetit të Arteve të Bukura, doja që të shpalosja disa cikle të caktuara si një ditar, një udhëtari, i cili vendos të hedh në të lajë ato çka e kanë ngacmuar atë. Më ka ngacmuar një peizazh, më ka ngacmuar një kompozim, pra siç e thash. Më ka ngacmuar një figurë e nudës, cilën e kam trajtuar gjithmonë dhe e kam pasur gjithmonë dëshirë, po jo në kontekstin miqësor të siluetën e bukur femrore në aspektin psikologjisë së femrës, bukurisë së saj. Dualitet i fisë njerëzore mashkull-femër mjaft i bukur fakt. I dashurisë në të njëjtën kohë. Kështu që kanë pozuar, i ke bërë me model nudot? Nudot janë të gjitha me model. Është e vështirë sot të gjesh modele për të pozuar nudot, për që në të lirta? Për mua... është ideja të jepet e tëra në atë çfarë ju doni të bëni? Për mua nuk ka qenë e vështirë, me thënë të drejtën, por gjatë periudhës akademisë, ndoshta edhe më përpara, po gjatë periudhës akademisë, unë kam mshuar shumë fort vizatimit. Kuptoj? Dhe vizatimi ka qenë një nga armët e mia më të forta, gjatë procesit krijimtarisë time. Kjo më ka pëlqyer shumë. Kjo është dashuria. Ka një tis paksa renesanse. Është pak si rilindja. Rilindja. Por ka edhe një realizëm modern, po themi. Këtu doja qëndroja, se thash që në krye të herës, ju i keni qëndruar besnik realizmit, por me çfarë detajesh ke dashur ta sjellësh në kohën në të cilën ne jetojmë? Se e tham, i ngjan shumë rilindjes, qoftë edhe asa italiane. Po, ka gjurmë të një stili, po themi, të asaj kohë, por jam munduar që nëpërmjet dritës, fondit, mënyrës se si ato përqafojnë njëri tjetrin, të jem pak sa po themi, ashtu idilik në atë përqafimin dhe puthin e tyre, paq edhe moderne në mënyrën e raportit koloristik. Duke trajtuar një çik edhe pastozitetin, mënyrën se si vendos volumin. Më pëlqen shumë ta kthej në 3D. Pra teknikisht mundohem që të shkoj maksimalisht aty ku unë kërkoj formën. Ke dhe gati një hiperrealizëm, duket shumë e afërt. Nga një herë mundohem që ta ruaj këtë formë të realizmit, po themi
deri në detaj. Pikërisht. Por nga një herë mendoj që diku ajo duhet të gërvistet, të shuhet, për të rri pakës më larg. Do kohën e saj, mendoj që do kohën e saj dhe mendoj se do të arrijë aty ku duhet. Keni dëshirë dhe ndiheni mirë për të shprehur artistikisht në formën realiste? Unë kam guxuar të provoj, si e thonë. Ta shformosh figurën. Të provoj edhe të dal nga konteksti, po themi, realist apo figurativ, në një qasje tjetër, ekspresionizmi abstrakt, sepse më pëlqen kolori shumë, ajo të ndihmon të dalësh pakës nga rregulli. Këtë e krahasuan me motrën tone, po e ditëve tona. Edhe juve, keni patur kolidromenën paksa afër këtu, sepse edhe ajo është mbuluar, kjo është një veshje arbreshe, mirëfillazi e lexueshme? Që t'jemi sinqert, mua më pëlqen Rembrandti shumë. Duket dhe ndikimi? Po, patjetër. Rembrandti për mua është i papërsëritshëm. Mund të thonë sot ka piktorë të mëdhej dhe sot patjetër. Mund të thonë çfarë të duan, domethënë. Por ai I ka vënë vulën pikturës, sigurisht për kohën e tij. Por të bësh luftën duke ndjekur atë dhe dalësh më tutje, është një sfidë në vetë. Dhe mendoj që kjo sfidë do të më kërkojë. Pëlqime të forta, të bish paksa edhe në thonjza në një kopim të tij pa dashje? Këtu nuk është çështja e ke kopimi. Të ndikimi që ka. Këtu është çështja tek mënyra se si unë, nëse do të kem zotësinë të dalë aty ku duhet. Në fakt, cili ishte frymëzimi I këtij portreti? Është portret realist, është një vajzë që ka pozuar, mjaft e bukur? Është portret realist, për të qenë, pra është një modeli. Dhe mua më tërheq shumë veshja arbëreshe. Ka një lloj sharmi në cilin të bën ta shijosh, domethënë. Dhe kisha shumë dëshirë të bëja një portret të tillë. Pra, domethënë jam I çik romantik. Kur vendos diçka që më pëlqen, atë do ta bëj. Pra pa hyrë tek ciklet. Pra ke një temë të caktuar. Pra do të vi koha dhe një temë të caktuar, patjetër. Por ky ishte momenti për të provuar disa tema. Pra nuk është një faqe ditare, janë disa faqe ditare. Janë disa faqe të ditarit. Për të ndaluar më pas dhe për të vazhduar. Pra nuk është fundi, është vetëm një ndalesë. Kjo është ndalesa juaj. E tanishme që solle për publikun, përveç nudove, historisë, natyrën, kemi edhe disa elemente të tjera që e ke cekur në një faqe të galerisë, është edhe një pjesë tjetër që nuk ka të bëjë me kaq romantizëm, por që ishin disa motor, disa elemente të tjerë që tregojnë edhe një shtek tjetër mbase, apo është bulzat e para, jemi këtu pikërisht te këto motorët, që është diçka më ekzistencialiste, është një formë tjetër. Në fakt, ky është eksperimenti I daljes në një faqe tjetër. Këtu është faqja e fundit e ditarit që mund të shfletohet në krijimtarin tjetër. Edhe këtu ka gjurmë të gjuhës teknike të Rembrandtit. Ata që e kuptojnë pikturën teknikisht, e kuptojnë dhe qasjen në mënyrën se si unë kam zhvilluar teknikën në një qasje shumë moderne për kohën, pra të ndën sigurisht, të mjetëve motorike që sot në I shohim teknologjia e gjithë kësaj tjetër. Një motor që nuk varet askund dhe ka një peshë të madhe, me një personazh që rrim, po patjetër, me një personazh që nuk kuptohet nëse është mendon se ç'u mund të bëj me këtë masë motorike, me këtë inxhinieri, me një person që vë në dyshim ekzistencën e tij, sepse ne po shkojmë në teknologji në cilat IT do ndërhyjnë edhe tek jeta njerëzore, patjetër. Inteligjenca artificiale, sa do dëmtoj artin pa marrë këndvështrimin tuaj? Apo do ndihmojnë që se dihet? Nuk e besoj, do të jetë vetëm në kontekstin
ideor, nuk besoj kështu ose për të kuptuar diçka, domethënë, që do të bësh, po jo në kontekstin shpirtëror. Mendoj që është e paarritshme në kontekstin shpirtëror. Në fakt, ka pësuar disa lëkundje, le të themi, vetë piktura. Me lindjen e fotografisë u mendua që piktura mbaroi ciklin e saj. Por në fakt u rikthye më fuqishëm, pasi doli rrymat e reja, impresionizmi, shpallën një lloj forme, luftë njëra tjetrës apo jo, fotografia. Mund të jemi në këtë fazë që pikërisht inteligjenca artificiale ti shkund dhe artistët pa morë për të nxjerrë diçka tjetër më ndryshe përmes fuqisë së penelit? Unë mendoj që artistët duhet të kenë kulturë dhe intelekt. Mendoj që intelekti më pas i çon më tutje, sepse duke pasur intelekt ka dhe shpirt. Nuk është dora ajo që pikturon. Shmendja. As mendja, është shpirti, është ndjesia, është zemra ajo që të çon përtej kufive, përtej atyre po themi shabloneve, ajo të çon përtej saj. Po kjo do kërkim, do të punosh, pra duhet të jesh në një udhtim. Në fakt është thënie që gjithçka e bërë me dashuri, në çfarë do lloj fushë, ja del për të bërë më të mirë në mundshme. Prandaj flitet shpesh për shpirtin, për dashurinë që mundet të shkundet, të lëkund gjithçka, është e vërtet kjo. Vasari thot, ki cerka trova, kush kërkon gjen. Pra duhet të kërkosh që të gjesh. Është rrugë sa e gjatë, aq edhe e mundimshme, por është edhe e bukur. Dua të kthej pas në kohë. Folëm pak për ditarin që ke shpalosur në galerinë Fab së fundmi. Si ka ardhur dëshira drejt ngjyrës, apo i rritur në një mjedis që unë e cilësova? Në shtëpinë tuaj bojrat kanë qenë si ushqim i përditshëm, apo jo? Të them të drejtën, të gjithçka që kam arritur deri më sot, ja dedikoj babait tim dhe familjes sigurisht. Po babai tim sepse ai është mentori im. Nëse diskutoj për artin dhe për çdo gjë që unë bëj, është ai i pari. Kur kuptoj që ju kishit talent drejt pikturës, vizatimit, edhe që të shtyu më pas për të ndjekur dhe liceun? Po unë që fëmijë kam qenë i dhënë pas tim vllai, në ai është më i madh se unë. Ka qenë shumë i talentuar. Dhe i rria nga mbrapa aty, në atë shtëpinë tonë private që kemi pasur. Edhe knaqesha duke e parë atë, i merja nga një herë kur ai lëvizte, i merja penelin dhe ja ngacmoja aty. Dhe merja letrat, vizatoja, bëja avionet dhe bëja si avion. Njerëzit ose kalorësit ose këto që si shikoja babain kur pikturonte këto tablote më dha. Edhe unë futesha në ato ëndrat e fëminore dhe më dukeshte sikur ato kalorësit lëviznin, sikur ai marashuci që babi ka në galeri, të gjuante se ka pas ke dhoma, shtëpia ishte e vogël, po e pikturon duke shumë e madhe. Dhe kisha shumë dëshirë të merresh, edhe vizatoja, bëja, kapsha akuarelet e babit, tim vllai i merrsha fshehurazi, shkoja i pikturoja aty piktura. Dhe një ditë bukur, i mat kishte, sa shumë interesant kjo. Kishte një ekspozit, më duket se ka qenë për shërimin e vendit dhe kishte dy kurrierë partizane, kishte në balkon. Dhe unë çohem në 6 të mëngjesit, kërcej nga dritarja, dalë në balkon dhe ja ngacmoj të gjithë pjesën poshtë që kishte me të borej. Pa i do të ta mbyllte atë. Do ta prezantonte. Vjen dhe shef, ishte i vogël, do të kem qenë ndoshta 10 vjeç, besoj. Ndoshta edhe më i vogël. Diku nga 79-a. Dhe kur hyn aty dhe shef mëngjes, unë kërceva prapë dhe i kanë dhomë, sikur s'kisha prekur gjë. Ai e kuptoi për një herë se dukesh dora. Dhe nga i moment e tutje, filloj të më ushqente pa fund. Dhe pa kështu, si i thonë, që ti do merresh në pikturë. Jo. Të lënë natyrshëm. Më ka lënë natyrshëm, më ka lënë të lirë gjithmonë e konsultuar, edhe kur fillova liceun artistik, pa fund, domethënë. Zgjodhe skenografi? Jo, zgjodha grafik. Grafik e mbarova liceun artistik. E mbarova me grafik. Dhe ai më ka ndihmuar pa mas. Qoftë edhe me bërët, qoftë edhe me telajot, se në atë kohë i bënin dhe vetë, ishte e vështirë. E ndjekim pak se ka një mesazh për ty sonte në këtë pas mesnatë. I matë. Baba juaj. Kemi një mesazh pikërisht
nga piktor i njohur Bardhyl Dule, i cili për të virin e ka një mesazh sonte. Ekspozita e Parisit është një emocion i madh për mua. Në pikturët e tij shoh një udhëti të brendshëm, të pasur me ndjenja, ku çdo portret, kompozim apo peizazh flet me zërin e tij personal. Ndihem krenar që arti në familjen tonë vazhdon. Që i vogël Parisi në shinja me koreshte, prank, penela dhe ngjyra të mia. Nuk e shtyva kur, por i tregoj se piktura është më shumë se një mjeshtri, mënyrë të jetuarit. Sot kur e shoh në këtë rrugë, e ndjej se ai po ecën i lirë i sigurt. Dua t'i them, vazhdo birë, çdo ndalesë është pjesë e udhëtimit tënd. Jam krenar për ty. Më bëri përshtypje fraza e fundit, shoft prekur të them drejtën. Krenar për ty. Ai të cilit ju i dedikoni gjithë arritjet tuaja. Je i lumtur që ai është krenar? Patjetër, dhe është kënaqësi e dyfishtë. Sepse gjithçka çfarë unë kam bërë është edhe një pjesë e tij që ndron tek unë. E kam ndjekur gjithmonë të gjitha ekspozitat që ai ka bërë. Deri në Rom kemi shkuar për të parë nga tablot e tij që është në ambasadën tonë në Itali. Dhe aty kam ndjerë një emocion të jashtëzakonshëm, sepse kam parë një nga veprat e tij, ndër veprat e tij të para, mbi tematikën e historisë Skënderbeut, që ishte bërë në 1968, unë kam lidhur në 1969. Dhe ishte një kënaqësi e pamas tek e shija atë, që shihte me aq kërshëri një vepër që kishte kaluar. Kishte emocione kur ndodhej përballë asaj vepre që kishte punuar në një ambient të vogël, nuk e di se si kanë punuar ato në atë kohë me një ambient të vogël aty në shtëpi me ato tablo të mëdha dhe si ka arritur t'i realizojë. Pasioni është mbi gjithçka besoj. Pasioni i madh. Ka qenë një piktor i cili është mjaft i kultivuar. Një pjesë të personat që kam takuar që dhe të huaj, gjithmonë më kanë thënë që duket sikur ka shkollë franceze. Pra sikur ka studiuar në Francë. Ka impresionizëm. Po jo vetëm në kontekstin e impresionizmit, po si shkollë franceze, pra sikur ai kishte studiuar në Francë. Mënyra e vendosjes së penelatave. Po penelatave, koloritit shumë i kultivuar në ngjyrë. Dhe unë këtë jam përpjekur gjithmonë ta bëj. Sa ngjan me të? Në vizatim ngjajmë shumë. Në ngjyrë? Në ngjyrë këto vitet e fundit jam afruar goxha shumë. Nuk besoj se do ta kaloj. Nuk beson se do ta kalosh? Jo. E ke arritur? Deri diku. Ka një dualizëm ndonjëherë? Deri diku. Një duel mes penelave në shtëpi? Unë duelin tashmë e kam vetëm me vetveten. Me babain kam vetëm dëshirën t'i plotësoj atë çfarë ai ka dëshirë. Cilat kanë qenë këshillat e tij që të kanë vlerësuar shumë gjatë punës suaj si piktor? Më ka thënë që duhet të jem gjithmonë konsekuent në rrugën që zgjedh. Ka mendime të ndryshme, të cilat janë objektive, subjektive. Më ka thënë që duhet t'i dëgjosh të gjithë ata që të thonë diçka, që të kritikojnë, që të thonë mirë, dhe duhet të zgjedhësh vetë çfarë ti duhet bësh. Dhe duhet të jesh i sinqert gjithmonë me veten. Dhe sidomos në pikturë. Në pikturë duhet të jesh i sinqert. Jo thjesht një trukaxhi. Duhet bësh atë që ndjen gjithmonë. Unë e thash edhe më parë që nuk është dora apo mendja ajo që jo, është shpirti. Që është shpirti ai që të çon tutje, janë ëndrat e tua që të çojnë më tutje, janë kërkesat e tua, dëshira jote për të shkuar më tutje. Është pasioni që të çon më tutje. Dhe puna e madhe. Pa punë nuk mund të arrish asgjë. Do sakrificë të madhe dhe do shumë dashuri. E ke praktisur karaten në mënyrë totale dhe po i jepesh i tëri pikturës? Me thënë të drejtën edhe u lodha pak. Edhe si trajner tashmë? Po, edhe si trajner më shumë u lodha.
nga i herë pasionet edhe vdesin këtu. Ka që ishte me karate? Jam përfshirë her pas here, po jom në atë vrullin e dikurshëm, më kam mbetur ato flakët e fundit, si thonë nga një herë, dhe ngacmohem kështu. Po jam përkushtuar totalisht pikturës, tashme jam dhe në akademi. I bëm mur, le themi, i studios dhe i atelierit të pikturës ku jep mësim. Si janë brezat e sotshëm? Dhe si pedagog, sa të pasuron qenurit afër tyre? Qoftë edhe për krijimtarin tuaj, jo? Po, unë jam i natyrë që më bëj shumë dhe jap gjithçka. Një student nuk do bëhet si unë, asë unë nuk do bëhem si studenti. Kështu që studenti duhet t'i japësh çfarë ti ke, çfarë ti do që ai të eci përpara. Ka student që janë të interesuar, ka student që janë pak zëvend të tërhequr. Viti i parë është pak në turbullirën e sa po ka hyrë, shikon që aty është një ambient shumë... Sigurisht, do në kohën e vetë, për qetur vetë. Sigurisht, ka një kohë caktuar, 2 muaj, 3 muaj, pastaj fillojnë edhe azhurnohen, aty fillojnë të kuptojnë, ka kërkesat tjera, në raport me flasim me liceon. Po ka nga ata që vinë nga gjimnazja, po kanë bërë kurse pikture, sigurisht. Dhe fillojnë pastaj gradualisht dhe dalin aty ku duhet. Krijoj raporte të afërta për të ndjerë sa më komod dhe jap gjithçka që unë kam. Ka talent sot në Akademinë e Arteve? Ka, patjetër që ka. Nuk diskutohet. Sa duhet t'ja mbajmë këtë pishtarin e ndezës, siç thoni ju, atë flakën, sepse ka raste që ka patur student shumë të mirë, unë kam ndjekur shumë shpesh, le të themi, edhe ekspozitat e studentëve, që shef punë shumë të mira, po që rrugës devijohen, nuk merren më me pikturë, vjen keq për këtë, se ka pas dhe talente të mira të cilët vërtet kur ke pritur se çfarë do bëjnë më pas, dhe pas akademisë kanë ndjekur rrugë tjetër, sa arti është i vështirë dhe ju e dini mirë. Mendoj që ata duhet të jenë të fortë. Nëse nuk je i fortë dhe dorëzohesh bie, atëherë sigurisht që do marrësh një rrugë tjetër. Edhe pse talenti nuk të mungon, duhet ta kuptosh që talenti duhet të të çojë më tutje. Është si rruga e Sizifit, ose mundimet e Sizifit, që e ngjiste deri lart shkëmbin, edhe ai rrokullisej poshtë. Pra ti duhet ngjitesh, po duhet dish që do të biesh. Duhet ngjitesh, po duhet dish që do biesh. Pra kjo është pjesë e jetës, që ta çosh deri në fund. Edhe duhet të lësh një gjurmë. Ky është synimi. Po patjetër, ne vim në jetë, është një luftë e madhe për të ardhur në jetë një qenie. Patjetër. Po jo, fillon që aty. Dhe kur ti lind, e thonë që ka një shkëndi kur lind fëmia. Më pas kjo shkëndi e ndjek atë deri në fund, derisa shuhet. Dhe kjo shkëndi e ardhes në jetë ka një mision. Arsyeja pse jemi këtu. Padyshim. Atëherë, unë mendoj që duhet lejmë një gjurmë, qoftë në sport, qoftë në art. Artist lind apo bësh? Unë them që artist lind. Artist bësh kur ti lind për të qenë artist. Dhe në fakt, janë shumë të domosdoshme shisa bjershme e brendshme që thoshte dikur Aristoteli, por që më pas filozofët gjerman kanë tjetër koncept, ka një dualizëm mes shqisës së bjershme dhe artistit që mendon Aristoteli dhe ftohtësisë që kanë filozofët, Kanti e tjerë, qoftë dhe për artin apo jo. Si shikon këto dy, mbasi janë dhe si të përplasura si ide? Po ka një grafik që është shumë interesant. Dhe po të shikosh rilindjen italiane, i kthehet periudhës mbi të bukurën, siç Aristoteli mendonte në filozofinë e tij. Më pas, rreth 400 vjet më vonë, filozofët gjerman bën një lëvizje të madhe. Dhe kjo ndroi të gjithë qasjen mbi të bukurën. Pra Kanti thotë që nga një luftë nuk ka asgjë të bukur, dhe vërtet ashtu është, një luftë nuk ka asgjë të bukur. Sepse ka shumë humbje jete, ka gjak të derdhur.
Por aty, thot, shikojmë njerëz me madhështi, thot, me fuqi të tillë, thot, të mendimit dhe të zotësi oratorike, që të bëjnë ti adhurosh dhe janë të madhërishëm. Dhe kjo është përqasja. Kjo është përqasja. Që edhe tek e vështira, tek gjaku shohim bukrën, siç thot Kanti, por dhe tek idili i zbukrës që dikur e kishte Aristoteli. Këto janë dy këndvështrime që ne parashtruam së bashku dhe në të vërtet edhe arti sot përpiqet te ekzistencializmi për të nxjerrur diçka ndryshe. Ku jemi sot në këndvështrimin, qoftë edhe në tablon e përgjithshme arti shqiptar në krahasim me të tjerë, sepse shpesh gjuha e artit nuk ka kufi, me të thënë të drejtën. Jemi ne në të njëjtat qasje si që është bota me artet pamore sot? Unë mendoj që, është personale sigurisht, po unë mendoj që arti nuk ka mod. Kështu është moda. Kohë thash, jo mod. Jo, dakord, jam shumë dakord me atë pjesë. Unë isha duke rokur kohë të ndryshme. Të kuptoj për kohën, por nuk ka mod për kohën. Pra është koha sot dhe është kjo mod. Kuptoj? Është koha dje dhe është ajo mod. Jo. E bukura përthithet. Ajo që është e bukur, është e bukur. Mi por rrymat që lindën nëzorën shkolla më vete. Impresionizmi shkollën. Pa tjetër. Ekspresionizmi shkollën e vetë, ekspresionizmi abstrakt, kubizmi, pastaj dadaizmi, janë pafundizmat e tjera. Por gjitha këto kanë prekur dhe kanë sjell diçka të re. Dikush e ka përqafuar këtë të re dhe dikush jo. Dikush i ka qëndruar besnik një rryme, dikush tjetër nuk i ka qëndruar. Mendoj se janë forma bota sot është e hapur, po sigurisht është mënyra se ku ti ndihesh më mirë për shfaqur atë çfarë ndjen. Tek ne ky ndikim, po themi, e ka ardhur shumë vonë. Më kupton? Ndërsa Evropa ka shekuj e shekuj. Ku jemi ne? Sa koherent jemi? Po koherenca është individuale, është personale. Prandaj thash, dikush e kërkon ashtu, dikush e kërkon ndryshe. Se disa janë veshim katet, realizmi socialist, i cili la brenda kornizës, nuk i lejoj të eksperimentonin, da jemi kaq mbrapa. Ju si e shikoni këtë? Dhe sa vlerë ka në këndvështrimin tuaj edhe ai koleksion që kemi sot ruhet në Galerinë Kombëtare të Arteve, nga artistët të cilët më pas hapen te shkollat e artit pamor. Unë mendoj që ato duhen falenderuar për atë kohë të cilin ato krijuan. Në fund të fundi ishin krijues. Edhe në Egjiptin e lashtë ka faraon që ju ka ca rregulla. Profil nuk ka as përballë, relievi, piktura janë në një krah. Pikërisht. Gjithë në profil. Ishte një rregull, ama është bërë. Monumentale janë. Skulpturat janë blok përballë, ama monumentale është Asira Babilonasit, e kështu me radhë. Grekët pastaj prap me një rregull mbi bukurinë e trupit në mënyrë klasike. Romakët ndryshuan paksa duke u afruar realitetit më shumë në portret, në figurë, pra duke qenë më afër me njeriu. Me njeriu që kishin një portret saktuar, Jul Cezari bi fjalë. Më vonë pastaj me rilindjen vim tek një rregull tjetër që ishin të gjitha në profil. Pastaj ndroi, sepse dolën artistët e mëdhenj, Leonardo, Michelangelo, Botticelli, të cilët dhanë, Raffaelli, Caravaggio, e me radhë. Tani në gjithë këto periudha ka një rregull të caktuar, dikush i thyen, dikush i qëndron. Në periudhën tonë këtu, dikush i theu, dikush i qëndroi. Po kjo nuk do të thotë se ata që i qëndruan nuk bën, dhe ata që i thyen nuk bën. Ata ishin të gjithë krijues. Pa çka por ata që i thyen morën edhe dënime të forta. Ata morën dënime të forta. Disa në burg, disave u dogjën punët. Dhe kjo është fatkeqësia. Shtyrje gardi pati, disidencë të hapur nuk kemi në asnjë fushë të artit në Shqipëri. Po, unë nuk para kam hyrë shumë brenda këtij territori, por duke qenë mas Timati në shumë ekspozita që janë hapur. Problemi qëndron dhe se
të dilje është kornizave, kishe probleme. Patjetër. Të ishe brenda kornizave, ishte lufta brenda kornizave, pra ishte duhet ishte shumë i zgjuar për të qëndruar aty ku ishte. Po ja po të marrë një shembull. Hektori ka betejën Mushtetas, apo jo? Po. Ajo është realizmi socialist. Si vepër ajo është monumentale. Padyshim. Dhe nuk mund të thuash që me që u bë atëherë kjo tani më ka. Pra, ju e cilësoni që ato vepra kanë vlerë. Patjetër që kanë vlerë, po janë pjesë e historisë. Le të shkruajmë historinë e kohës sotme, ju që jeni nga që shkon aty të rrotullohesh. Tash ne kemi 30 ca vjet, tani duhet të ecim përpara dhe duhet të shikojmë përpara. Duke kthyer kokën mbrapa është mirë. Por, le të ecim para. Por le të ecim përpara. Ky është mesazh shumë i bukur. Cili është mesazhi që jep këtë pasmës natë për artët pamore dhe për brezin e ri të studentëve që ju i keni në atelierin tuaj në universitet? Unë dëshiroj të gjithë krijuesve të artit pamor të mendojnë për artin, sepse arti do të triumfojë gjithmonë mbi çdo gjë. Piktura do të triumfojë mbi të keqen që mund t'i vi. Vetë piktura do ta nxjerrë, do shkojë aty ku duhet. Inteligjenca artificiale nuk do mund pikturën, thua ti? Nuk do tund kavaletin? Nuk besoj se do të shkojë kurrë tek shpirti. Do jetë mekanizëm. I thatë, i ftohtë, shterb dhe jo shpirtëror. Shiko, do të them vetëm një fakt. Kopjohet një portret i Rembrandtit. Dhe merren ekspert nga inteligjenca artificiale me të gjitha shtresat në çdo gjë, e kopsitur. Vjen një ekspert i Rembrandtit i njohur, e shef me lupë dhe thot: "Kjo thot nuk është e Rembrandtit, kjo është një prostitut e një kopimi pa shpirt që vjen këtu për të më ngatruar mua." Pra, do të thotë që ai e kuptoi më njëherë që aty nuk ishte të bënte fare me shpirtin e Rembrandtit. Me shpirtin e Rembrandtit. S'ka mesazh më të bukur për ta mbyllur këtë pasmësat. Faleminderit Paridule që ishe me ne, faleminderit miq. Faleminderit. Dhe ishte kënaqësi që folëm për artët pamore dhe pse jo, edhe për triumfin që sipas Paridules do e ketë gjithmonë forca e Penelit. Faleminderit që na ndiqni.